Braktisja e komisioneve parlamentare për reformën administrativo-territoriale dhe reformën zgjedhore ka rikthyer përplasjet brenda Partisë Demokratike. Në mbledhjen me dyert mbyllura të grupit parlamentar, disa deputet kanë kundërshtuar hapur linjën e ndjekur nga Sali Berisha. Sipas burimeve nga mbledhja, deputetët Bledion Allbati, Xhelal Mziu, Erd Blykbashi, Ina Zhupa, Tritan Sheu dhe Arjan Doja kanë kërkuar që Partia Demokratike të marrë pjesë në komisionet për reformat, duke argumentuar se mungesa e opozitës i hap rrugë mazhorancës të miratojë ndryshimet të njëanshme. Ata kanë theksuar se bojkotimi i proceseve parlamentare e dobëson rolin përfaqësues të PD-s dhe përjashton atë nga vendimmarrjet kyçe. Që ata do bëjnë çfarë të duan ata, ne këtë e kemi të qartë, por ne duhet shfrytëzojmë pjesëmarrjen tonë për të grisur reformën që kanë bërë deri më sot. Kemi të gjitha argumentet dhe ekspertizën më të mirë për ta hedhur poshtë çka ata kanë bërë. E dyta më e rëndësishme është modeli që ne propozojmë. Kjo çështje ka vëmendjen e publikut dhe të ndërkombëtarëve, u shpreh Bozdo. Në të njëjtën linjë shprehur edhe deputeti Bujar Leskaj, i cili më herët ka dalë publikisht kundër bojkotit komisionit për reformën administrativo-territoriale. Leskaj ka paralajmëruar se largimi i PD-s nga ky proces i shërben interesave të mazhorancës dhe rrezikon përsëritjen e skenarit të vitit 2014 ku reforma territoriale u miratua pa konsensus. Sipas tij, rishikimi i reformës është një domosdoshmëri dhe opozita duhet të jetë pjesë aktive e diskutimeve. Nëse ne si Parti Demokratike nuk i shkojmë deri në fund rishikimit të reformës administrativo-territoriale, japim një mundësi të dytë qeverisë së sektit Rama për ta deformuar edhe më tej këtë reformë, me efekte tërësisht jashtë interesit të qytetarëve. Gabimi i dytë është gjithmonë më i madh se i pari. Kjo reformë nuk duhet realizohet pa praninë dhe kontributin e anëtarëve të Partisë Demokratike, të cilët janë profesionistë aftë dhe të respektuar, është shprehur Leskaj në rrjetet sociale. Përballë kundërshtimeve, Berisha ka deklaruar se vendimi përfundimtar për vijimin ose jo të bojkotit do të merret nga kryesia e Partisë Demokratike. Në mbledhjen e sotme të Komisionit për Reformën Territoriale, bashkëkryetari socialist Arben Mazniku paralajmëroi se të martën gjatë seancës plenare të majtë do të kërkojë ndryshime për të zhbllokuar funksionimin e komisionit dhe për të vijuar punën. Opozita do të ketë vendin e saj në komision. Ne kemi propozuar që bashkëkryesitë të zëvendësohen me kryetar dhe nënkryetar, si në komisionet standarde, për të krijuar një element normal parlamentar dhe për të vijuar punën, tha Mazniku. Sipas këtij të fundit, ky bojkot ka zvarritur punën për rreth një muaj, prandaj dhe theksoi se për të arritur afatin e muajit korrik, anëtarët do të ndahen në 3 grupe.